Pas vizitës që kishin bërë për ngushëllime tek familjarët në Prishtinë, disa anëtar të një familje nga Gjilani nuk mbërritën të ktheheshin në shtëpi. Rruga e tyre u pre në përplasje me një veturë që voziste ambasadorën e shtetit të Turqisë në Kosovë. Pasditja e 16 nëntorit bëri që familja Shala nga fshati Ponesh i Gjilanit të nxjerrë nga shtëpia 3 kufoma të familjes së ngushtë dhe një familjare më të largët. Arife Osman Agron Shala dhe Elfete Rashiti vdeqën pas aksidentit, disa në vend ngjarje e disa pasi ishin nxjerrë nga vetura e shkatruar e u ishte dhënë ndihma mjekësore. Në këtë aksident u lëndua edhe ambasadorja turke, e cila sipas doktorëve theu disa brinj. Të nesërmen, ende pa qenë e ditur për publikun se si saktësisht kishte ndodhur aksidenti, nga prokuroria në Prishtinë u tha se gjasat janë që fajtor në këtë aksident ishte vetura ku kishin vdekur 4 persona. Disa ditë më pas, kjo familje nuk po gjen rahati në faktin se nuk din shumë për mënyrën e ndodhjes së aksidentit. Bajram Shala, të cilit në aksident i vdeq vëllai, babai dhe gjyshja, tha se nuk po i beson verzionit të prokurorisë për atë se çfarë ka ndodhur atë të premte. Sa i përket që shka ndodhë aksidenti në bas televizion, ose në bas televizion, ka qenë këj vëllau të i kalën. Unë e di shka vëzit, dhe këto dajme të i folon, të i fol baba, më së gotë, që kur së gotë, asë dënim s'ka pas të, asë dënim s'ka pas i policisë. E kështu që ta shti, baki mundon me thonë që jo konë shpejt, unë ato se besoj, hitë se besoj. Edhe tjetra që, mu ma mërmene që provat im shefin. Mundon me mbrojt ambasadorën. Prej ambasadës Turkisë nuk u kanë kërkosh. As me thonë me na shplej ngushëllime, ose me thonë vorrem me ardhë dhe shka hiç. Duke qenë në mjegull të informatave, familja ka provuar të flasë me dëshmitar të ndryshëm, që sipas tyre i kanë treguar se çfarë kanë parë në orët kur ndodhi aksidenti. Ne si familjar jemi obligu edhe jemi interesu për me gjetë edhe dëshmitar rreth rastit. Në këtë rast e kena gjetë një dëshmitar, kemi fol me dëshmitarin, do më thonë, na ka tregu paka shumë pika të shkurta që shka ndodhë, sepse edhe dëshmitari u ka një hutum në to momente. Ai dëshmitar ka qenë ngjarje, sipas dëshmitarit, janë konë të vozit 60 dhe 70 km/h. Dëshmitari nga ka tregu se ka ardhë gjipi, do me thonë, prej Gilanit, këta janë konë të ardhë prej Prishtinës të poshtë. Dhe në ato momente, tha, me kom pa që, unë thash, kom mujtë me vrejt që të dy veturat e kanë hangër vijën e bardhë. Edhe aty tha ka ndodhë aksidenti, qysh në tha, kena nga, tha mas pari tha, kom dash me nga, tha, të veturat e Opel Corsa, kom një tha një farë erë të benzinit, erë të plinit, kurse ambasadorja nuk ka pas kur gjë hiq, sipas dëshmitarit, që në ka thonë, kom qëndru rreth 20 minuta. Një e dim që ambulanta vanu ma shumë se 20 minuta, derisa u ardhë, dhe ta dim se me të vërtet çka ka ndodhur këtë rast, si humbëm familjarët tonë dhe ku është shkaku. Imer Beka, kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë, ka treguar në detaje mënyrën se si ka ndodhur aksidenti, sipas ekspertëve dhe të dhënave që ka grumbulluar prokuroria. Sipas rezultateve preliminare është vërtetuar se vetura Opel Corsa ka lëviz diku rreth shpejtësisë 83 deri në 86 km/h. Kurse vetura e ambasadorës ka vozit 56 deri në 60 km/h, që të mund parafërsisht afër parametrave të lejuar. Dhe për fat, jo të mirë, aty është implikuar edhe një veturë, sipas gjitha gjasave te kalimi ka qenë pa suksesshëm dhe ka ardhur deri te shkaktimi i aksidentit. Familjar e shok të tjerë të djalit 25 vjeçar që humbi jetën në aksident, insistojnë se ai ka qenë vozitës i kujdesshëm. Me Agronin, unë jam ka një fundi që kom kontaktu. Vozitës më të mirën nuk e di.
Familja Shala thonë se janë ndjerë të diskriminuar edhe për mënyrën se si familjarët e tyre të ndjerë janë trajtuar nga mjek e persona të tjerë që mund t'i kenë dhënë ndihmë të parë në krahasim me diplomatën e fuqishme. Nëna e Vozicit të ndjerë kërkoi hulumtim të thellë mbi atë se çfarë ka ndodhur dhe si ka ardhur deri tek humbja e familjarëve të saj. Ambasadorja, veç ajo është njëri, e këta të do me thonë kafshë, na? Edhe ata janë gjënë. Unë e du drejtësi, se s'ka shtetë, s'ka kur gjë. Eri në pikën e fundit me ullëm të për ta. Se djali mu nuk kom qohet ma, as burri. Ama apet ata i kanë bazë. Djali është tjeri, ja kanë marrë jetën. 30 vetë, pa u knaqë kur. Kallxo.com ka provuar të marrë një qëndrim lidhur me këtë temë edhe nga ambasada turke. Mirë po ata nuk janë përgjigjur pyetjeve të dërguara në emailin publik deri në momentin e publikimit të këtij artikulli.